Me 30 maj, në këtë studio, kam deklaru, po citoj, do të ketë një proces transparent, meritor dhe shumë legjitim. Dhe krejtë në fund, doli tjetë ashtu, si KPK kemi zhvillu një proces, mendoj, model, se si dhe duhet të administrohet një proces ka që rëndësishëm për zgjidhjen e kryeprokurorit të shtetit. Nga 21 prill të vitit 2021, deri me 13 korrik të vitit 2026, janë 4 vite, 2 muaj dhe 22 ditë që sistemi prokurorial është qeverisë me një ushtrues detyre të kryeprokurorit të shtetit. Dhe për rikujtimin tuaj, me 13 mars të vitit 2026, kur është zgjedhur përbërja e re e Këshillit Prokurorial të Kosovës, deri me datën 13 korrik, kur është votu kandidati për kryeprokuror të shtetit, bëjnë saktësisht 4 muaj. Pra, një punë që një përbërje paraprake për 4 vite e 2 muaj nuk ka arritur me zhvillu një proces të drejtë, transparent e meritor, përbërja aktuale e Këshillit për 4 muaj ka zhvillu një proces, konsideroj model, duke përfillu nga ndryshimi bazës ligjore e deri tek nominimi i kandidatit për kryeprokuror të shtetit. Tani, me lejani paka shumë them me 18 maj është shpall konkursi për kryeprokuror të shtetit dhe deri me 13 korrik bëjnë 1 muaj e 25 ditë. Por, para se të flas për këto data që më duken thjesht teknike, flasin shumë për procesin. Për ne, si përbërje e re, e para nuk ka qenë e vështirë me zhvillu një proces të tillë. Pse? Sepse u refyz për neve kanë qenë raportet e organizatat të shoqërisë civile, raportet e partnerëve ndërkombëtar, të cilat në vazhdimsi kanë adresu shqetësime duke filluar nga nevoja për ndryshimin e bazës nën ligjore, do të thotë rregulloria përkatëse për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, e deri te procesi i fundit që është votimi në Këshill për kandidatin. Çka kemi bënë si KPK? Fillimisht, unë si antar i prokurorit më zgjedh në 19 mars si kryesues i Komisionit për Çështje Normative dhe më njëherë kemi fillu të bëjmë një analizë të bazës ligjore se sa rregulloria aktuale ka adresu shqetësimet e shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtar. Pra, ne para vetes kemi pas disa raporte të organizatave, të shoqërisë civile, të cilat në vazhdimisht kanë adresu shqetësime vrejtje lidhur me aktin e ligjor, sepse thënë më thjesht, për me hyrë në lojë, duhet rregullat e lojës të jenë qarta. Dhe ne i kemi eliminu çdo paqartësi që ka ekzistuar në atë kohë. Dhe tani, nëse mboj mend mirë, komente në këtë draft, kur kemi filluar ndryshimin e rregullorës për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, ka paraqit KDI-ja, Instituti i Kosovës për Drejtësi, Grupi për Studime Juridike Politike, OSB-ja dhe Zyra BES. Nëse besoj i thashtë të gjitha, në konsultim publik kemi pranuar komente për këtyre subjekteve. Dhe ne si komision, në disa takime, kemi adresu secilën shqetësim nga organizatat e shoqërisë civile dhe partnerëve tanë. Okej, para baza ligjore që ka qenë kompetencë të Këshillit është adresu. Çu ka rrjedh procesi? Me 18 maj është shpall konkursi. Konkursit i ka parapri një analizë ligjore, ku është rekomandu Këshillit të hapja e procesit të ri, sepse kemi vlerësuar që janë kriju kushtet e nevojshme ligjore që Kosova të ketë kryeprokurorin e shtetit. Dhe kemi shpajtu ish i nominuari i Këshillit Prokurorial të Kosovës për kryeprokuror të shtetit, për çka ka bërë edhe ankesë, në fakt ka bërë edhe kërkesë për mos përkohshme, edhe ka bërë padi në gjykat, por që është refuzuar. Edhe në këtë studium keni pyet në atëku, keni thonë që procesi është ataku, ne këmë thonë që do ta respektojmë çdo vendim gjyqësor. Dhe Këshilli ka respektuar çdo vendim gjyqësor. Fillimisht kërkesa ose padia e zotit Isufaj ka pas kërkesë për masë të përkohshme, e cila masë është refuzuar fillimisht nga gjykata themelore, e njëjta është konfirmuar edhe në gjykatën në apel, dhe rrjedhimisht këto vendime gjyqësore i kanë mundësuar Këshillit të vazhdojë me procesin dhe ajo që ndoshta mund dalim te çështja kryesore është zhvillimi i procedurës. Tani, për herë të parë, kjo bazë ligjore
që e kriju në bashkëresh me partnerët vendore ndërkombëtar, për herë të parë i kanë bërë disa ndryshime që kanë qenë shumë substanciale dhe kanë qenë determinuese pse procesi duhet të ishte transparent dhe kjo bazë ka garantu meritokraci para se gjithë ashtë në proces. E para, KDI-a ka bërë një kontribut shumë madh në rregullore, ku për herë të parë koncept dokumenti ka dallu nga rregulloria paraprake për kandidatet për kryeprokuror shteti dhe për kandidat për kryeprokuror të prokurorive. Do të ka pasur një ndarje të qartë të detyra dhe përgjegjësive në këtë proces. Pastaj publikimi për koncept dokumentin, një dispozitë e veçantë sa i përket monitorimit, transparencës. Kur kemi filluar do të thotë hapjen e parë, do të thotë hapi i parë pasi ka përfundu procesi, ne hapjen e kandidaturave e kemi bërë si panel vlerësues, e kemi bërë në një paraqitje publike në pranitë partnerve vendor e ndërkombëtar shoqërisë civile, pra aty për aty kemi hapë kandidaturat dhe kemi nëse kandidatet në proces kanë kanë plotësu kriteret ligjore. Dhe kjo nuk ka qenë më herët. Ky hap që kemi bërë nuk ka qenë më herët. Hapi tjetër ka qenë dizajnimi i procesit të intervistës. Ju e dini ditën me një korrekt kur është mbajtur intervistimi i kandidatëve, ata që kanë qenë monitorues, 3 nga mysafirët tuaj kanë qenë monitorues në proces, jemi kujdes që fillimisht të respektohet në përpikëri rregulloria. Rregulloria ka një dispozitë ku përcakton që pyetjet duhet bën 3 orë përpara. Intervista ka filluar në orën 8 në mëngjes dhe deri në ora 11 paneli vlerësues në pranitë të monitoruesve ka hartuar pyetjet, ka diskutuar pyetjet dhe pas diskutimeve të pyetjet ka vendosur cilat pyetje do të jenë për kandidat. Dhe kur ka vendosur cilat pyetje do të jenë për kandidat, në pranitë monitoruesve ka diskutuar për pritshmëritë në përgjigjet e kandidatëve. Dhe përfundimi i procesit ka nxjerrë në pa një çështje që rrjedhja pyetjeve ka qenë zero mundësia për të rrjedhur pyetjet jashtë për kandidatët. Prandaj ky ka qenë dizajnimi i procesit intervistës, nuk ka lënë hapësirë për diskutim. Dhe krejt në fund të intervistës, ju e dini, me krahasu një raport që ka qenë më herët i një organizate, përbërja paraprake, pikërisht kur ka përfundu intervistimi i kandidatëve, e ka mbyll procesin para se me nxjerr poentimit. Dhe ne atë ditë në pranitë monitoruesve e kemi nxjerr rezultatin dhe me njëherë është thirrë takimi i Këshillit ku është marrë vendim që intervistat publikohen. Pra në kur rekord pas përfundimit të intervistave janë nxjerrë rezultatet përfundimtare dhe me njëherë janë publikuar intervistat. Një prej çështjeve që është ngrit në diskutim publik është çështja e fletpoentimeve